Kreu Demokrat Sali Berisha nis këtë javë turin e foltoreve duke përsëritur në këtë mënyrë atë që bëri 4 vite më parë kur zbarkoi në bazën e militantëve dhe mbështetësve të PD-s për të marrë drejtimin e partisë, por në dallim me turin e parë në këtë foltore, Berisha duket se do të synojë të qetësojë militantët që po shfaqin revoltat e tyre pas humbjes në zgjedhjet e 11 majit ndaj lidershipit të PD-s. Sinjalin e revoltës ia dha një zonjë nga Paskuqani që nuk nguroi të kundërvijej Flamur Nokës, sekretari të përgjithshëm në PD dhe një prej më të besuarve të Sali Berishës. Po kështu, një tjetër sinjal është apatia e treguar në pjesëmarrjen e demokratëve, ato që konsiderohen si parlamenti qytetar, një formë proteste poshtë zyrës së Edi Ramës në bulevardin Dëshmorët e Kombit, por komentet dhe reagimet në rrjetet sociale janë një tjetër sinjal që duket se Kreu Demokrat ka marrë nga baza e PD-s, e zhgënjur jo thjesht nga rezultati i 11 majit, por edhe mënyra se si lidershipi i forcës më të madhe opozitare po menaxhon situatën pas humbjes. Po kështu, ka patur kritika dhe akuza të forta për pazare, kur deputetët hyn në kuvent, morën mandatet, ndonse për javë me radhë deklaroi nga selia e PD-s se rezultati i farsës zgjedhore nuk do të njihej. Berisha si është kërkuar në forma të ndryshme të rinovoj apo rifreskoj strukturat drejtuese të PD-s, ndërsa ka një përplasje sa në rrjetet sociale, aq edhe në media ndaj klaneve apo grupimeve që duket se janë kristalizuar në këtë parti dhe që synojnë të fitojnë terren. Por edhe vet Berisha e ka pohuar se duhet një reformim, një afrimi i figurave dhe emrave të rinj, por pa dhënë shpjegime se si mund të arrihet kjo, kur nuk shfaqet asnjë shenjë për spostimin e atyre që kanë në krah. Kreu Demokrat një ditë më parë i dha fund çdo hipoteze se ai mund të tërhiqej, mund të largojë nga drejtimi i PD-s për çelur rrugën e një gare, ndërsa tha se është me mision. Dhe duket se kjo do të jetë teza që Berisha do të mbajë në foltoren 2. Ai do e paraqisë veten si një misionar që do të synojë për mbushjen e qëllimit, ergimin e Edi Ramës dhe krijimin e kushteve për zgjedhje të parakohshme, si dhe rikthimin e PD-s në pushtet. Dhe po kështu, Berisha do të përsërisë apelin drejtuar degëve të PD-s për afrimin e figurave të reja, për analiza, nxjerrje dhe mbajtje përgjegjësisht. Teza që pothuajse i thot çdo ditë, por duket se nuk po ngjisin. Berisha e ka të qartë se militantët i kanë në krah, një minorancë ndoshta e papërfillshme mund të shprehë idenë që edhe ai duhet largohet, por kur vjen puna tek emrat e tjerë në kupolën drejtuese të PD-s, kritikat dhe pakënaqësitë janë të pafundme. Dhe ajo që nuk dihet dhe mbetet për tu parë është nëse Kreu Demokrat do të mund të qetësojë militantët e tij, për ata që i konsideron si bashkëpunëtorët më të ngushtë.